Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ajo lau fytyrën me udhëllmolle për një javë, ajo çfarë ndodhi I habiti të gjithë. Me siguri mund të mbani mend erën e udhëllës së mollës nga shtëpia e gjyshes tuaj. Ndoshta ajo ju bëri të pini kur keni pasur një stomak të përzierë ose e keni përdorur atë për të lyer zonën ku jeni pickuar nga mushkonjat. Udhëlla ka një përdorim të gjerë në jetën e përditshme dhe sidomos në estetik. Këtu ne do t'ju tregojmë arsyet se pse duhet larë fytyra me udhëll. Udhëlla e mollës mund të ndihmojë në reduktimin e pikave të moshës. Kur ju lani fytyrën çdo ditë me udhëll të mollës, do të vini re një ndryshim thelbësor në pikat e moshës. Udhëlla e mollës përmban acide hidrokside alfa që do heq lëkurën e vdekur dhe zbulon lëkurë të shëndetshme dhe të gjallë. Përveç larjes me një spërkatje të udhëllës së mollës, merrni dhe një top pambuku dhe vendoseni prap udhëllën dhe zbatojeni drejt për së drejti në pikat e moshës. Prisni rreth 30 minuta dhe lajini fytyrën me ujë të ftohtë. Bëjeni këtë 2 herë në ditë për 6 javë dhe do të shikoni rezultate të mahnitshme. Udhëlla e mollës lufton aknet dhe pikat e zeza në fytyrë. Nuk ka nevojë për të blerë kremra komercial për akne, kur ju mund të përdorni fare thjesht udhëll molle. Forma e acidit malik e bën udhëllën e mollës një substancë të fuqishme, antibakteriale, antifungale dhe antivirale dhe të aftë për të larguar bakteret dhe pikat e zeza nga fytyra. Udhëlla e mollës balancon lëkurën tuaj. Ndërsa hiqni vaj nga lëkura, udhëlla e mollës gjithashtu ndihmon në balancimin e pH-it dhe mban lëkurën tuaj që të jetë sa më e freskët dhe shumë vajore ose shumë të thatë duke balancuar prodhimin e sebumit. Shpëlajini fytyrën tuaj çdo ditë me udhëll të mollës nëse dëshironi që të balanconi. Udhëlla e mollës lufton rrudhat. Larja e fytyrës me udhëll të mollës mund të ndihmojë në minimizimin e shfaqjes së linjave të imta dhe rrudhave. Ju mund të thithni një pambuk ose një pëlhur pambuku me udhëll molle dhe ta tepërtoni atë në lëkurën tuaj. Pasi ta bëni këtë, shpëlajini fytyrën me ujë të ngrohtë dhe thajini atë. Udhëlla e mollës gjithashtu largon të gjitha toksinat nga lëkura juaj duke lënë një shkëlqim të freskët dhe tepër të pastër. Udhëlla e mollës ofron shumë përfitime për shëndetin e lëkurës. Sipas ekspertëve, ajo trajton akne dhe puçrat. Udhëlla e mollës është mjaft e mirë kundër puçrave kryeneçe. Ajo do të luftojë bakteret dhe mykun, por edhe e pastron lëkurën nga yndyra dhe pluri. Përzieni udhëllën e pafiltruar me ujë dhe më pas lajini fytyrën me të duke përdorur një pambuk. Pas 10 minutash lajini fytyrën me ujë të vakët. Ky trajtim duhet përsëritur për disa ditë. Të djegurat nga dielli. Përzini gjysmë filxhani me udhëll molle dhe me 4 filxhan ujë. Fusni në një enjë nap të pastër dhe me të më pas lyeni zonat e prekura dhe të djegura nga dielli. Këtë trajtim duhet që ta përsërisni disa herë derisa gjendja juaj e lëkurës të përmirësohet. Heqja e qelizave të vdekura. Udhëlla e mollës mundet gjithashtu të përdoret edhe për heqjen e qelizave të vdekura. Mjafton që ju të tresni pak udhëll molle në një vask të mbushur me ujë të ngrohtë ku duhet të qëndroni për 20 minuta. Këtë trajtim përsëriteni disa herë në javë që të riktheni nivelet e shëndetshme të pH-it të lëkurës. Tonifikimi I lëkurës.
uthulla e mollës ka efekt shtrëngues për lëkurën dhe i bën mirë asaj të yndyrshme. Ekspertët gjithashtu këshillojnë që ju të përzjeni pak uthull me ujë dhe nëse dëshironi të shtoni dhe disa pika të vajit tuaj esencial të preferuar. Lyeni pambukun në këtë tretësirë dhe aplikojeni atë në fytyrë dhe më pas shpëlajini me ujë. Trajtimi mundet të përdoret 2 ose 3 herë në ditë kundër njollave dhe rrudhave. Acidet të cilat të gjenden tek uthulla e mollës e bëjnë shumë mirë luftimin e njollave të moshës dhe minimizimin e rrudhave. Sipas ekspertëve, ju mundet që të lyeni një pambuk me pak uthull molle dhe më pas ta vendosni atë direkt mbi rrudha. Pas 20 minutash ju mundet që të shpëlani fytyrën tuaj me ujë të freskët. Ky trajtim duhet bërë 2 herë në ditë për 6 javë. Gjithashtu, uthulla e mollës ka edhe mjaft përdorime të ndryshme për sa i përket bukurisë dhe shëndetit tonë. Sipas ekspertëve, uthulla e mollës trajton edhe këmbët. Shtoni në një enë disa lugë gjelle me uthull molle sipas dëshirës dhe më pas zhytini këmbët për disa minuta. Ja cilat janë 3 përfitimet e këtij veprimi. Lufton mykun e këmbës dhe thonjtë e zëverdhur. Gjithashtu eliminon edhe lythat e këmbës, qetëson kruarjet e këmbëve dhe neutralizon erën e keqe të tyre. Kruarjet në këmbë gjithashtu shkaktohen si pasojë e çrregullimit të pH-it të lëkurës së saj ose si pasojë e rritjes së baktereve në këtë pjesë të trupit. Ndiqni këtë praktikë dhe ju do të shpëtoni nga ky problem. Kjo është një praktikë shumë efektive edhe për të eliminuar erën e keqe të këmbëve të krijuar si pasojë e përdorimit të këpucëve jo komode, materialeve të papërshtatshme dhe dërsitjes së tepërt. Gjithashtu, lani flokët me uthull molle. Të kujdesesh për flokët në ditët e sotme është shumë e thjeshtë se më parë. Kjo edhe fal një shumëllojshmërie të produkteve të cilat gjenden në treg, prandaj ne ju udhëzojmë një trajtim shumë interesant i cili bëhet me uthull molle dhe mundet që të trajtojë flokët tanë. Duhet thjesht i lani 2 herë në javë me uthull molle. Ky produkt është një aleat tepër i rëndësishëm për kujdesin ndaj flokëve. Këtu ne do t'ju njohim me disa nga përfitimet e saj. Balancon pH-in e flokëve dhe njëkohësisht skalpit të kokës. Sipas ekspertëve, uthulla lufton edhe zbogthin baktere të cilat shkaktojnë kruajtje dhe thatësi të skalpit të kokës. Hidraton flokët. Uthulla e mollës është hidratuesi më i mirë natyral për flokët tuaj dhe sipas ekspertëve mjafton një aplikim i thjeshtë dhe flokët tuaj do të jenë më të butë dhe do të krihen më lehtë. Provojeni dhe do të shikoni se rezultatet do të jenë vërtet befasuese. Por para se t'i përdorni këto maska, ju duhet të siguroheni që asnjë prej këtyre produkteve nuk ju shkakton alergji. Duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.